Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV dhe siç e kuptuat nga kjo foto, ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur që t'ja kushtoj historisë Bleona Matës. Një histori e bërë shumë mediatike, një histori që flitet vit pas viti, jo vetëm në studion televizive këtu në Report TV në emisionin Pa Gjurmë, por në shumë studio televizive në kryeqytet. Por fatkeqësisht, historia e Bleona Matës nga momenti që ajo humbi kontaktet me familjen e saj prej 22 maj të vitit 2010 deri më sot kanë kaluar më shumë se 15 vite dhe ende nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Për të gjithë besnikët e emisionit Pa Gjurmë e kanë ndjekur ndër vite historinë e Bleona Matës që është zhvilluar në studio live, të gjitha zhvillimet, informacionet që ne kemi sjell, le të themi vit pas viti, por fatkeqësisht ende nuk është zbuluar një gjurmë për Bleona Matën. E sillim sot në fokus sepse kjo histori nuk duhet të harrohet, por duhet të jetë gjithnjë në vëmendjen e mediave, gjithnjë me shpresën që mund të ketë një lajm, një informacion. Me një shpresë të madhe, nëna e saj, Bukurie Veizi, ka udhëtuar nga Kuksi për të qenë pjesë e studios dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se të gjeta Dita dhe ju përshëndes për punën e palodhur që bëni për Bleonën, ka 15 vite për 16, me thanë nuk keni reshtur as një moment, as një sekund, Zoti janë i madh dhe inshallah ban mrekulli qoftë në organet kompetente, qoftë në studion tuaj, qoftë edhe në ndonjë telefonat, mund të jetë shumë shpresë për ne. E dashur Bukurie, unë jam nën dhe kuptoj shumë mirë, çdo të thotë të humbësh fëmijën, të kesh 15 vite që të zhduket pa lënë asnjë gjurmë dhe e besoj vuajtjen tënde në këto 15 vite. Ne të dyja jemi takuar shpesh që për vitin 2018 kur unë kam startuar emisionin Pa Gjurmë. Jemi takuar, kemi folur edhe në orët e vona të darkës bashk, kur ti më ke telefonuar për çdo informacion që ne kemi diskutuar për Bleonën. E kuptoj që shpresa është ajo që vdes së fundit, edhe unë, si një gazetare që merrem me kërkime, them sa herë që shpresa është ajo që vdes së fundit. Jemi sot të dyja sepse ka ardhur me një shpresë të madhe. Shpresa e nanës asnjëherë nuk vdes për fëmijën. Me shpresë të madhe dhe besimin në Zot, se jam edhe besimtare, edhe i lutem Zotit një herë dhe gjithë drejtësisë, edhe tash edhe Bleonës sa është moshë 21 vjeçe, imagjino që po përjetoj unë, por them përsëri jam krenare që jam bën nën fëmijën e parë me Bleonën dhe shpresoj një ditë që kam një prandin që do t'ja dëgjoj zarin. Dhe lutemi dhe e urojmë që kjo gjë të ndodhi. O Zot i madh, nuk e di unë, nuk është e lehtë, dhe me thanë kjo dhimbje jashtë mase e rëndë, kjo zemër plasaritur, kjo shpirti plagosur, nuk është e lehtë të mungoj gjëja me shtrenjtë e vladit, gjysmë e shpirtit tanë, gjaku jot, fëmia jot, por Zoti është i madh. Një ditë do ta presim. Shpeshherë më shkruan mesazhe, më merr në telefon, a ke ndonjë lajm për Bleonën? Realisht, jo të gjitha informacionet që vinë, ne nuk t'i kalojmë, edhe me një qëllim të caktuar, që jo gjithçka që vjen në redaksin ton është një lajm i vërtet. Dhe nuk duam të lëndojmë zemrën tënde për së dyti, nëse do të vinim në dispozicion gjithçka që mbërrin për Bleona Matën. Ka dhe njerëz të papërgjegjshëm. Shumë. Që mund të mashtrojnë, mund të gënjejnë, mund ta bëjnë për hir të parave, dhe kjo gjë mua më ndodh shpesh. Unë vjen përballë shumë telefonatave, njerëz të cilët më provokojnë, ndoshta me shpresën që mund të marrin para prej emisionit Pa Gjurmë, por më së shumti dhe prej familjarëve. Kjo gjë ka ndodhur me Bleonën dhe unë kam qenë vetë prezente. Me mund disa herë. Kur ty t'janë marrë para me shpresën që personi nga Maqedonia e Veriut të premtoj që kishte një informacion të sigurt për Bleonën. Ndaj dhe unë shpesh, kur arrit të kuptoj që personat që na telefonojnë nuk janë njerëz serioz, por kanë një tendencë që marrin telefon, që në atë moment e mbyll atë komunikim dhe nuk dua të lëndoj zemrat e shumë nënave që kanë fëmijë të humbur. Por ajo që dua të them dhe të ngres zërin së bashku me ty është që historia e Bleona Matës nuk duhet të lihet në harres. Absolutisht jo. Ne gjithmonë do ta ringjallëm këtë histori, gjithmonë do ta kujtojmë. Unë njëherë si prind, si nan, unë nuk do t'i ndalem deri në frymën e fundit. Si do t'jetë puna, si do t'jetë problemi, si do t'jenë kushtet apo hallet, unë nuk do t'i ndalem asnjëherë. Dhe unë të besoj. Ja premtoj këtu, nuk jam dalur 15 vite për 16, sa të më kese falë Zoti jetë, unë nuk do t'i ndalem atij fëmijë sepse
vjen shumë i nati për kundrazi, ne e kemi tashi ata pistën në duar, 5 vajza të rinj lira, shteti nuk reagon. Unë të besoj, janë shumë enigma që nuk di ti ka t'ja nisësh, dhe unë do qëndroj si gjithmonë një nanë e hekur për atë mi nuk do të bëjmë rafsht. Dhe të besoj, ti je gatshme në çdo orë. Kam sa në çdo kohë, si do t'jetë puna edhe tashi. Në çdo udhëtim. Me marr një telefonat që në Amerikë, unë fluturoj për 10 orë. Në çdo udhëtim, në çdo kërkim që ne kemi bërë, ti ke qenë bashkë me ne. Ne kemi udhëtuar. E kemi ndatë mirën e të keqen në ditë, e kemi nda bashkë. Dhe është e vërtet. Ne kemi udhëtuar përpara disa viteve edhe në fshatin Zapot, në malin Pikëllim. Ati pikërisht ku humbi vajza dhe ti na ke shoqëruar. Dhe padyshim ne kemi zbritur në fshat, kemi folur me të gjithë banorët, ti ke qenë prezente kudo me ne. Kudo. Dhe unë dua sot ta sjell historinë. Dhe do jem për gjithmonë, kudo. Me ju, edhe për kudo qoftë, pra fëmijë do jem prezent. Pra unë të që thonë, do jem prezent deri në momentin e fundit, derisa të zbardhin të vërtetën. Dhe unë sot dua të jap një kronik, një material që ne kemi përgatitur për Bleon Amatën, pikërisht ato udhëtimi që kemi bërë të dyja së bashku, edhe me stafin e Pagjurmit, drejt malit Pikëllim. Dua të rikujtoj historinë e Bleon Amatës, dhe pse është një histori shumë e njohur, të gjithë e dinë. Më shkruajnë kudo, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe nga Australia, nga Zelanda e Re, emigrantët cilët jetojnë prej vitesh përtej kontinentit, shumë larg, janë të interesuar të dinë çfarë ka ndodhur me historinë e Bleon Amatës. Dua të prezantoj këtë material dhe rikthehemi në studio. Amo Elona, në këtë mal ku je ullur ti për të fundit, kam ardhur mbas 13 vitesh të takoj dhe nuk po të shoh dot. Ku ndodhesh bie ime më përgjigj një herë, të ta dëgjoj zërin tënd të ëmbël, ti dëgjoj hapat e tua. Ku je Elona që s'ma përgjigjesh? Po vuaj, po digjem. Po shkatrohem prej mërzisht do dita më ditë. Një vajzë vetëm 6 vjeçare Bleon Amatash duket pa lënë asnjë gjurmë. Ajo ishte duke kullotur baktin së bashku me disa vajza të tjera të fshatit, kur për disa minuta u largua e vetë në drejt livatit, që nga ai moment asnjë nuk e ka parë më. Historia e saj mbetet një nga zhduket më të mistershme në Shqipëri. Emisioni investigativ Pagjurm në Report TV e ka rikthyer këtë rast 10 herë. Pas gati 7 vitesh hetime mediatike, pista të ndryshme janë ndjekur, por rasti është rikthyer sërish në pikën 0. Ku para disa vitesh ekipi i Pagjurm udhëtoi drejt malit Pikëllim, aty ku Bleona u pa për herë të fundit. U takuan banor të zonës, që ende ruajnë kujtimet e asaj dite të trisht. Ju kujtohet vogëlusha Bleon Amata? Në kujtohet shumë mirë, në kujtohet bile më ka lanë një mres të madhe kur kjo ka qenë të eqo për në kopsht. Që zgjuarësia e asaj, se më takoj kjo edhe kjo më folin mjesë. Sali Afjetë, ku i shën klub. Ajo tha, ojtë i tha, pse i flet njeri tuaj? Po gjatë këtyre 13 viteve, çfarë thot fshati, çfarë keni dëgjuar? Ka një pist, ka një Absolutisht, absolutisht. Ne ishim në vendin ku ka humbur Bleon Amata, kur është parë për herë të fundit. Po kena qenë të javë, kena bërë rekonicion, si thënë në kufirit, komplet, dërëm të kërkime. Po, në lumë. Që dishë edhe din vetë familja? Familja ka thënë se rëmbimi është pista kryesore dhe aty dyshon, aty e ka frikën. Normal, rëmbimi është. Po vajzat e din. Mendoni jeni sigur që vajzat e din? Vajzat e din 100%. Po pse nuk tregojnë, kanë frikë? Tash varet presione që... Dëshoni se vajza mund të ketë rënë, një egërsirë, mund të ketë një rëmbim. Po kena pas dyshime atëre, po tani si di... Çfarë dyshime? Normalisht. Për egërsirë, se s'ka bëva ki këtu me hup fëmija asnjëherë në këtë kohë tani. Për herë njerëzit kanë dalë në mal me lopë, me viça, me qinqa, me gjitha, po s'ka bëva ki. Tani këto punë Zoti i din, edhe ato ai që e ka bë, ai e din. Ne dim vetëm që ka ik sipër me vajzat, edhe nuk u kthima. Kena kërku një javë rjesht, e nalëm, edhe një javë tjetër e nalëm, prap kërko, hes policia, bashkë me policinë. Nuk u përmend asnjë emër? Kush mund të jetë një person që mund ta ketë marrë? Po ta di atë personi, ai duhet ta ketë pru deri tashme, ose duhet ta ketë shumë një vend. Çfarë të them unë? Në këtë udhëtim ishte dhe nëna e Bleonës, zonja Bukurie,
e cila drejton akuzën ndaj Qamile Matës, vajzës që sipas saj e mori Bleonën nga qendra e fshatit dhe e çoi në mal. Po atë ditë, stafi i emisionit takoi dhe babain e Qamiles, i cili mohon që e bia të ketë lidhje me zhdukjen. Pasurim, ti ke dëgjuar programet e emisionit pa gjurmë? Po, be gjithmonë i njeki gjithmonë. Qamilia është vajza juaj. Po. Është një ndër vajza që akuzohet nga familjarët. Absolutisht nuk ka që. Absolutisht nuk ka pas. Gjithmonë ajo është vetë këtu. Ne kemi majtë atë vajzë, kemi majtë në si vajzën teme, si vajzën e Bleonën, njësë të vaj. Çfarë të ka treguar vetë ty Qamilia, momenti që humbi Bleona? Absolutisht nuk ka pas lidhje hiç me ta. Ajo vajza a ditë ka i mas atyne. Mas atyne nuk ka pas lidhje se kush e ka marrë, qysh e ka marrë. S'do t'je di. Po Qamilia u tregoi, a kishin parë njerëz të tjerë në mal atë ditë? Nuk kam pas 5 vajza, ato 5 vajza mas të lope, ketë vajza vetëm aty, ato asa vinë, hajde, aje Shqipe. E rëmbyen? Se di tani, rëmbim atë sa dreqin ajo, nuk e dim as unë, as kjo, as babaj vetë, as gjyshin, nuk e dim ne. Pista të shumta janë shqyrtuar ndër vite. Kanë kaluar 15 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ndodhi me vogëlushën nga Zapoti. Pas ngjarjes, grupi hetimor ndoqi disa herë drejtime. U kryen përgjigje telefonike ndaj familjarëve dhe personave të afërm, por nuk u gjet asnjë provë që të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes. Me mungesën e të dhënave të reja, hetimi u pezullua. Dyshimet më të forta mbetën mbi ato 5 vajza, nëse e kam shehur të vërtetën bashk, apo vetëm njëra prej tyre nuk ka treguar gjithçka. Bëhet fjalë për hallën e Bleonës, Alketa Matën, dhe shoqet e saj, Kentiana dhe Qamila Matën. Të gjitha dëshmojnë se e lan Bleonën me njëra tjetrën, por asnjë nuk merr përgjegjësinë, duke hedhur fajin tek tjetra. U dërguan për ekspertizë dhe prova si xhupa dhe rroba, por as aty nuk u gjet asnjë shenjë gjaku apo element që të provojë një akt të dhunshëm. Dhe që prej asaj dite kanë kaluar plot 15 vite pas një gjurmë, 15 vite dhimbje për një nënë që ende nuk e di çfarë ndodhi me vajzën e saj të vogël. E në fakt, vitin ku humbi Bleona Mata u zhduk në majën e malit Pikëllim, pikërisht në 22 maj të vitit 2010, policia nisi me njëherë kërkimet pasi u bë denoncimi nga familjarët dhe fillimisht u dyshua se ndoshta vajza në majën e një malit në një egërsirë mund kishte ndodhur diçka, por banorët të cilët ne pyetën në fshatin Zapot, por edhe banorët të cilët na kanë telefonuar gjatë këtyre viteve kur ne kemi qenë në transmetim, e kanë hedhur poshtë këtë pis duke pretenduar se në malin Pikëllim të gjithë fëmijët aty fshatit shkonin dhe kullosnin bagëtit. Por sa herë kur e kam diskutuar historinë e Bleona Matës dhe nuk isha prezent vend në atë mal, mendoja që në majën e një mali mund të ketë rrëshqitur në një humner, mund të ketë ndodhur diçka me vogëlushën, por qoftë edhe pistën e egërsirave gjithnjë e kam besuar. Por kur kam shkelur vet dhe na ke shoqëruar e dashur Bukurie, ka emrin mal, por ishte një kodrin. Po. Që nuk ishte një rrugë të rrezikshme, le të themi, një humner, ishte një rrugë që përshkrohej shumë lehtë nga çdo njeri që mund të vinte. Dhe ishte një vend kullote për të gjithë bagtit e zonës. Unë ju kam thënë që në fillim për egërsirat, absolutisht. Egërsirat duke qenë 5 vajzat me kafshat, me lopë, me qindja, me keca, me tjere, nuk ka shans që të shkoj egërsirat tek njeriu, ose tek fëmija, sepse fëmijës nuk i han as trikën, as kurdelën, as atletës, as të tjera. Do linte një shenjë. shenjë. Dhe këto janë gënjesht, thjesht për t'i vërë një lustër, do me thanë fajt vetë, egërsia, as egërsir, as bunar për traf, minjantar, diçka jo. Këtën kam thanë që në fillim për këtë pjesë, malini mua nuk ka as vend që Bleona ishte shumë tipi shka, thot e din këtë çfarë do thot rrezik, dhe një çfarë do thot vend i keq apo diçka. Kjo ka qenë plan i ditur, i përgatitur o dita. Vajza është marrë në qendër fshatit, është nisë nga 4 vajza tjera, ka arë Qamilja, ka Marja, ka dërzu Gentianës, Gentiana Ti vazhdimisht ke akuzuar 5 vajzat. Sa herë që ne të dyja kemi qenë në studion e emisionit pa gjurmë, për herë ti ke akuzuar 5 vajzat, ato din diçka dhe e kanë fshehur pikërisht të vërtetën dhe ato kanë organizuar gjithçka të asaj dite që Bleona... Ja është Medan, po ta pyesësh, do me thanë, kretarin e Degës, prokurorin e krimeve të rëndan Kukës, gjithçka, të 5 vajzat kanë pas ka 5 telefona. Ti mund
ta gjush njanin, ke tjetrin përdërim, me gjuhën tjetrin, ke tjetrin, dhe nuk mundesh, kjo është krim. E dashur bukurie, ta them me bindje të plotë. Në momentin që ne kemi marrë historinë e Blona Matës për ta trajtuar, padyshim që ne jemi lidhur me ish shefat asaj kohe, të cilët kanë bërë kërkime edhe hetime. Në vitin që ka humbur Blona Mata, një gazetar jon i Kronikës së Zezë që ka qenë në Report TV, e ka ndjekur shumë këtë histori. Ka ndjekur shumë historinë i cili më ka vënë dispozicion edhe dosjen e Blonës. Unë dua të them që policia asaj kohe në Kukës i ka vënë në përgjim të 5 vajzat, u vun telefonatat e vajzave, por policia e Kukësit nuk arriti dot të zbulonte asgjë nga 5 vajzat që mund të kishin lidhje me zhdukjen e Blonës. Nuk them që nuk kanë punuar, nuk them që nuk kanë kërkuar. Jo, nuk po mbroj policinë, pikërisht. Thjesht po them diçka që ka ndodhur në ato kohë dhe është reale. Unë një vit pas humbjes Blonës kam qenë aty dhe i di me prokuror, me deputet, me gjithë që kanë qenë edhe deputetët, i falenderoj Aslan Dogjan Flamornoka e tjerë pa që kanë qenë pranë familjes tuaj. Po, kanë qenë pranë familjes e prokurorin Veranda, Anton Martinje, shumë e shumë tjerë, mos t'i cekim gjithë me emra. Nuk është se nuk kanë kërkuar, ne nuk duan fjalë, duan përgjigje. Çfarë ndodhi me Blona Mata? Po pra, nuk duam ne u pa, sashtë, ku janë, s'duam mo premtime, vetëm përgjigje. Nga policia janë marrë 5 vajzat, sa janë marrë dhe si janë marrë? Ku janë të praburgosura? Akuza ime si Nandlind, pse morë fëmin tim pa djenin time, e morë dhe nuk e ktheve, si imaginon ti dhe kam bërë kërkime. Kërkimet mund t'i thuash në thujza, kur njërën nga 5 vajzat 2, 3, 4 mund të regonin dhe janë marrë pa burgim ose të thuash. Në qofë se nuk të regoni rastin se ku e quat min, ju do të kalbenin burg. Janë marrë 5 vajzat edhe policia, dhe me thane ka kërkuar gjithë teritorin me mjete që në hatje, që në droge, gjitha, e kam thanë disa hekta. Dhe nuk është gjetur asnjë gjurmë e Blonës. Rezultati ku është? E dashur bukurie, unë dua të them që të gjithë banorët e fshatit që ne kemi folur, që kanë folur dhe për kamerën e Report TV, po edhe jashtë kamrave, e kanë pranuar të gjithë që është rrëmbyer. Pra ka ndodhur rrëmbimi atë ditë me vogëlushen 6 vjeçare Blona Mata. Por askush nuk di të thojë një emër apo të dyshoj. Ajo që mua gjithnjë jo më ka trequr, po më ka bërë të ngresh shumë pikpyetje në të gjithë të histori dhe në atë që unë kam punuar për Blona Matën, është personi i dyshimt që atë ditë unë gjitë në mal. Po tash e din 5 vajzat me kanë pas punë në ditë, ato e din shumë mirë. Edhe Zhvira, pas një muaj e ka të regu informacionin, një djalë ishte Begzim Hisa, shoqën të 5 vajzat. Po, e kemi diskutuar historinë e Begzim Hisës. E ka të regu pas 30 ditësh, po ja pra që pritet ma ndesh, që do të presë është ti. Nuk ka qenë plan i mirëfillt. Beso, qa ka kërdis Qamilja, Alkita, po Gentiana, Rudina, Diana, shumë është ku është fëmija im? 15 vite, ku është Blona? I ke të drejtë, absolutisht, të kërkosh një përgjigje nga institucionet, ku është Blona ime dhe çfarë ndodhi me Blonën. Por nëse kemi të bëjmë me një rrëmbim, rasti Begzim Hisës është një histori shumë e njohur, është bërë mediatike, një person që jeton shumë afër fshatit tuaj, i cili ka bërë burg për rrëmbimin e një fëmije po në fshatin e tij, dhe padyshim që policia me njëherë dyshoi që ky person ndoshta mund të kishte gisht edhe në zhdukjen e Blona Matës. E mendon që ndoshta Begzim Hisa atë ditë i veshur me një kapuç të zi mos të njihej nga banorët e fshatit. Po Zhvira e ka njoft mirë. Po, ju thoni që Zhvira ju e ka njohur që Begzim Hisa. Por policia ende nuk ka arritur do ta identifikojë kush ishte ai person, mashkull i ri në moshë që unë gjitë atë ditë në mal dhe pas 1 ore, le të themi apo 2 ore, u shpall zhdukja e Blona Matës. Dhe kjo të bën përshtypje që ky person i panjohur, që këmbguli që mund të jetë Begzim Hisa, këtë nuk dim ta themi, nuk kemi një përgjigje zyrtare nga policia, është ngjitur lart në mal dhe ndoshta vërtet ky person i panjohur ka gisht në zhdukjen e Blonës, duke nisur nga historitë e shumë fëmijëve të rrëmbyer, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë botën ka shumë fëmijë të rrëmbyer. Ndryshe është për shembull po të humbe një fëmijë në Tiranë se është zonë metropol, mund ta quaj metropol. Është popullsia të mjete një shumë rrugicat ngushta të lira, po si mundet të rrëmbet një fëmijë ore 1200 metrë mbi nivelin e detit me 10 shtëpi në Zapot e mes 5 vajzave. Ku do mund të bëjë vaki, po ku është metropol, nuk mund të bëjë vaki një kaq një dhimbje kaq e fortë, ti të vinë një kriminali zonë shembull të lëre Tiranën, Kuksin ka vajnë Sarandën, a diçka dhe të ngjitet në malin e Zapotit. Një rrëmbyes për qëllimet e veta, i llogarit mirë
momentet, kohën për të bërë Po, i veprimin. llogarit mirë kur ka planin e përgatitur. Se nuk mund të llogarit se ai, ku e din ai rëmbisi se ku ishte të luajtur goca, po e bje qamilja në fshat, apo dikur tjetër. Ka qenë odeta plan shumë Gjithçka e përgatitur. Por gjithsesi, bukuria, më duhet të bëj një shkëputje për të kaluar në reklama. Ne do vazhdojmë të qëndrojmë të dyja së bashku në këtë studio dhe ndoshta do na duhet shumë kohë televizive për të folur për Bleona Matën, por nuk e di, mundesh ti sot, nëse ne nuk do të kemi kohë në dispozicion, ti jesh dhe nesër në program? Pa tjetër. Se dua të vazhdoj sot historinë dhe pa tjetër që dua të kemi nga avokatin Ida Beshiri për ta patur në program dhe nesër, i cili më ka premtuar që do të jetë nesër në program. Por bëjmë një shkëputje, kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po sjellim në fokus historinë më të bujshme, më mediatike të vogëlushës 6 vjeçare Bleona Mata, e cila fatkeqësisht u zhduk mes ditën e 22 maj të vitit 2010 nga mali pikëllimi i fshatit Zapot të qytetit të Kukësit. Prej asaj dite nuk është zbuluar asgjë dhe pse kanë kaluar plot 15 vite. Në fakt, emisioni Pa Gjurmë në bashkëpunim pikërisht me shumë persona të tjerë arriti që të bënte edhe një identikit, por le ta themi ishte një ndihmë e madhe, por nuk na çoi në rrugën e duhur për të gjetur gjurmët e Bleonës. Unë e kujtoj fare mirë, e dashur bukurie, kur ne kemi shfaqur këtë foto, ekspert të cilët arritën nëpërmjet fotos tënde, të djalit, të babait, të Bleonës, të bëni një identikit për të kuptuar se si mund të jetë Bleona sot. Në ka ngjashmëri, në dita komplet, po ku është rezultati? Ku është kopja origjinale? Në foto mund të bëjmë sa duashim, mbushim vendin, krejt kalendar, gota, gjithçka, origjinali më ngan. Kryesorja. Se shpirti jote di se sa mall ke për atë vajzë. Shumë. Nuk mujt ta shpreh. Shumë. Ishte vetmja e shtrenjta ime, më shtrenjta që ekziston këtë botë, është Bleona. Dhe dua shumë dhe kudo si tjetë. Inshallah, bant ma e minja për ta dhe një ditë të bant e gjatë ma telefonoj. Sepse po digjen, besa. Të shumë bukurie, përgjatë gjithë këtyre viteve kam mbritur informacione që ne jemi munduar t'i verifikojmë. Por, le të themi, ngelemi prapë në pikën 0 për Bleonën. Ku nuk kemi shkuar me informacione? Në Maqedoni, në Kosovë, në Angli. Në pistat ndryshme, por nuk ka pas diçka që me qënë rrugë konkrete që është tonë, se ka dërgu dikur foton e Bleonës, apo e kanë gjizu do kush, apo e ka filmu do kush, thjesht kanë qenë gënjeshtra që i kanë bo njerëzit. Por duhet të ndalen vetëm tek një informacion. Ndoshta nuk kemi pse themi informacione të cilat janë verifikuar dhe nuk kanë sjellë asgjë konkrete. Nuk e di se sa vjetra foto kanë mbritur në redaksi që janë parë që mund të jetë Bleona, që nuk ka lidhje me Bleonën. Njerëz të cilët ndoshta dhe nga dëshira e madhe për ndihmuar hyn në faqe të ndryshme, gjejnë foto, dëgjojnë histori, na i sjellin ne, dyshojnë që është Bleona, dalin lajme pafund, u gjet Bleona, na telefonojnë ne, dhe unë e di që ti preke shumë kur dëgjon lajme të tilla që u gjet Bleona Mata. Po dhe këto njerëz duhet denoncuar dita, do të thot u gjet o dita, i shkoj letër nanës, bukuria jep lajmin e madh, u gjet e vrarë, u gjet e vdekur. Si mundën këta njerëz mi bën këto gjëra për një fëmijë? Për like vetëm, për leka? Është e dhimbshme. Edhe unë ndonjëherë. Si mundesh ti thuash një fëmijë një gjendje? Kaq e dhimbshme. Jam e sigurt që të gjitha këto lajme siç na i dërgojnë ne, u rrjedhojnë dhe juve në rrjetet sociale. Po normal, YouTube po ti shikosh pafund. Pafund që thuhet dhe shkruhet për Bleona Matën dhe sinqerisht është e turpshme nga kolegët të cilët nxjerrin lajme. Nga ky rast, nxjerrin lajme u gjet Bleona Mata. Përfitojnë nga dhimbja një nane apo domethënë dhimbja një fëmijë është turp për Shqipërinë. Unë kam bërthirje edhe shtatorin e këtij viti, kur e kemi nisur sezoni, kemi qenë të dyja së bashku në një lidhje direkte dhe u kam bërthirje gjithë kolegëve të mi për t'i dhënë stop këtyre lajmeve sepse është e rëndë. Janë, le të themi, thika që të ngulen kur ti lexon tituj që gjendet Bleona. Po direkt mund të gjenë krye faqe, u gjet, ti shkoj letër ban rikthej e vrarë shumë ashton.
Pas e kemë si mundin shqiptarët, dhe me thanë, se shqiptarët duhet të jenë njerëz modern, kulturum, ndërgjegjshëm, si mundin me lujt me ndenjat e një nane, unë kam shkruar disa herë në komente, nuk kam punë me njerëzit që ua qelp trurin. Kuptimin e fjalës ashtu. E qartë, kuptoj. Se njerëzit pa ndërgjegje bajnë qatë punë, se me qinë unë, apo fëmija im, apo familja ime nuk ka shansë, se ne jemi rrit me një familje shumë të edukuar, shumë të ndërgjegjshme. Po ka njerëz, ka tipa, prototipa që mund të bajnë vetëm për like, ta që jesim blonë, profitojmë. Po dirë kur do të profitosh nga ky rast? Ka një kufin dirë kur, se dikur do t'i vinje dita, do të zbardhet e zjeza mbi të bardhe dhe ti, si do jetosh pastaj, se nuk do të kesh më komenta apo like të shkruash për një fëmijë. E dashur bukurie, dua të ndalem ditën e sotme tek një lajm, por jo të japim të gjitha informacionet. Një lajm që le të themi ta ka ngrohur pak zemrën, pasi kohët e fundit, dikush, pa përmendur emra dhe vende, pretendon se e di të vërtetën e Bleona Amatës. Tashi, o ditën, nga që jemi zhgënjur shumë. Nuk beson. Nuk besoj, tashi plotësisht, arsyeja se tashi du njerëzit edhe me përfitu nga na ime, si që përfitoj me Gjeladinje, disa tjerë që nuk i kam bon për shembull buj, se unë jam e kallën edhe e përvlume pra fëmijë. Dhe ishtë s'ka të bësh. Po, jam e gatë dhe është turshme kur njerëzit shfrytëzojnë. Pikërisht një nënë të lënduar për... Të dhimbje, unë tashi nuk kanë se mo u besoj shumë informacioneve. Ashtë parë, unë, aj person, apo aj motra, aj vlla, aj baba, aj nana, aj prind, aj gjyrë, si mund të quajmë ne, aj në qoftë se jep një informacion, aj duhet të filmoj vajzën një herë një, të dëgjoj zanrin di, dhe ashtë apo së është fëmija im 3, unë ata e falenderoj dhe të kam thënë disa herë, ai është pjesëtari më i shtrenjtë i familjes time, po mo që na jep tamam një pikë jeshile, por jo e kam parë, po duen kaq lek, po nuk ju besoj o dita. Kemi informacione, tash edhe Greqinë kam informacion, po ja po fluturoj për Greqi ose me autobus, nuk kanë sun kur të vinje fjala për Bleon, nuk kanë se kurse absolutisht. Po kur shkojmë atje ndryshojnë detajet. Ishte këtu ishte tani s'është më, ishte në këtë lokal tani s'është më, ishte në këtë qendër tregtare tani s'është më, dhe ku më shkojnë mua kërkimet si na? E qartë, të kuptoj. Dhe ndaj shpesherë, unë të kam thënë që për çdo informacion për Bleona Amatën, që unë sigurohem dhe kuptoj që ka diçka konkrete, unë jam me ty dhe jam e gatshme dhe unë të udhëtoj në çdo vend të Europës për Bleonën. Po, falenderoj, po ma ke premtuar. Absolutisht, dhe e kam thënë dhe publikisht, nëse Bleona Amata zhvlohet e vërteta e kësaj historie, unë kam thënë publikisht që unë do largohem nga emisioni pa gjurmë, dhe një mision krejt të realizuar nga ana ime, nëse unë do arrit ta zbuloj të vërtet. Një dhimbje shumë e madhe. Por, e dashur bukurie, dua ditën e sotme jo të gacmojnë teleshikuesit, por më shumë të na ndihmojnë, sepse ne kemi numra në dispozicion dhe unë shpeshherë bëj thirrje nga ekrani Report TV që kushdo që është duke na ndjekur, kushdo që mund të ditë të vërtetën e Bleona Amatës dhe gjithnjë i bëj thirrje banorëve të fshatit Zapot, ata të cilët mund të dinë këtë histori, dikush e di këtë të vërtet, ndoshta pas 15 viteve i penduar, mund të marri guximin anonim, apo qoftë me një adres falso, mund të na shkruaj në Facebook, në Facebookun e Pajgjurmit, Pajgjurm Report TV, të më shkruaj në Facebookun tim, Odeta Dume, të na dërgoj një mesazh për të mësuar këtë histori pa u identifikuar, për të zbuluar e vërteta e asaj vogëlushe 6 vjeçare, e cila u zhduk dhe nuk las një gjurmë në majën e pikëllimës, dhe nga ajo ditë kanë kaluar muaj, vite, dhe sa më shumë vite të kalojnë, le të themi aq më e vështirë bëhet gjetja, le të themi, kërkimet dhe dhimbja, fiks dhimbja e një nëne bëhet akoma më e madhe. Kushdo që e di këtë të vërtet, ndoshta ju bëj thirrje edhe vajzave, prindërve të 5 vajzave, çdo banor i fshatit të marri guximin, të na telefonoj o anonim ose të na dërgoj një mesazh nëse di diçka të vërtet. Por dua të them me dashur bukurie që një informacion i fundit, le të themi, jo i verifikuar plotësisht nga ana juaj, por edhe nga ana jonë, dyshohet për një vend të Europës. Mos ta themi ta zbulojmë shtetin. Inshallah që të vërtet, pas s'ka problem. E qartë, ju jeni në dieni të këtij informacionit, nuk do japim detaje. Dyshohet në një vend të Europës, se ndoshta vajza mund të jetë rrëmbyer dhe ka kaluar në një shtet tjetër, mund të ketë gjetur një familje tjetër, mund të jetë rritur çrëndsi ka, dhe
ajo që ty të bën të dyshosh është sa herë ma ke thënë që se ne kemi të vetme foto të Bleonës, këtë me Bishtaleca dhe kushdo që shkruan apo googlon për Bleona Matën, është e vetmja foto që kemi në dispozicion dhe kështu njifet historia e Bleonës me këtë foto, me këtë gjaketën blu, me këto Bishtaleca dhe 2 fjongot e kuqe dhe me atë rrethin që ka në kokë. Ajo ka një shenjë që duat ma theksosh, ma ke thënë dhe përpara disa kove në këtë studio, një shenjë karakteristike që ti e nje fëmijën tënë nëpërmjet një shenjë që ajo ka në pjesën e fytyrës, më zgaboj. Në pjesën e fytyrës në anën e djathtë, sepse duke luajtur me fëmijën e kunat ose ka shtinj pa dashje në karikana apo llapa këtu në shparet. Ka një shenjë në pjesën e djathtë. Ka një shenjë të djegër, po dhe mos ta ketë shenjën, unë fëmijën tim ti sa dush mund të bëjnë shoperime, plastike, qoftë, ndërhije, gjithçka. Po balin sit nuk e shansë janë ndryshos. Në 20 milion fëmijë me ma ndirë Bleonën e njofë. E dashur bukurie, nuk dua të zgacmoj se më ke dhënë shumë porosi, por më lejo vetëm të pyetje. Ajo foto që ti ruan celularin tënd, ka ngjashmëri? Nuk ka ngjashmëri se ka dhe shenjën. Edhe si ka mundësi të ndodhe dhe të thot një shenjë, në të njëjtën vend, në të njëjtën fytyrë dhe këtu. Besoj që do me thanë, ma ban zemra që ta besoj, e ke parasysh. Këtë informacioni që ajo ndodhet diku në Europë, imazhi i saj ka ndryshuar, më nxini pak identitetin regjia, se po shkojmë dhe drejt fundi dhe nuk kemi shumë kohë televizive. Fotoja që ti disponon, që nuk do bëhet kur publike, sigurisht pa u përfituara informacion, ka ngjashmëri me këtë identitet që ne kemi bërë? Po, vetëm do me thanë, po ta ketë edhe shenjën kopje. Po ta ketë vetëm këta shenjën e kuqe, si që ka. Shikon si dallot pak të pjesën pak më e kuqe, që ka qenë e djegur, kja është original. Po ta kthej flokët shumë, original. Po ti kthej majtas, original. Djathtas, original. Sepse si vetullat, balli, fytyra kanë ngjashmëri. Unë nuk dua të jap më shumë dhe nuk dua të pyes më shumë dhe nuk dua të jap më shumë informacione. Ne zoti janë shtim madhe dhe mos ka dhe një shqiptar me zemër gjanë dhe një telefonat ati ja mund tjetë shumë shpresë për ne. Ne presim atë telefonat, të dyja jemi ndjenit të këtij informacioni, s'dua të vazhdoj më shumë me këtë histori, por të premtoj që kur të vija i moment që po e presim, unë do jem pas te për të dhëtuar atë shtetin. Edhe në Europë për ta verifikuar dhe me shpresën që mund të jetë Bleona. Unë besoj se unë ende nuk kam thënë asgjë do të ketë një ngrohtësi. E urojmë, unë ende nuk kam thënë asgjë për Bleona Matën dhe thash që sot nuk kemi kohë të shumë televizive dhe dua që ti sot të qëndrosh në Tiranë dhe nëse të kemi bashkë në studio për të vazhduar këtë histori ku shumë televizionistë ma kërkojnë historinë e Bleona Matës. Por e mbyllim sot me një mesazh që ti drejtohesh atyre personave që tashmë ti e bindur që ata ta kanë rrëmbyer dhe e din të vërtetën. Pa emra, çfarë do i thoshe këtyre personave? Unë do me thanë, dhe të thosh ati në personave, keni bon që keni bon, një telefonat, qoftë tek numërim, qoftë tek studio juj, ma mirë vonë se sa hisht të mbillet një plak e pashëruar, sepse sa ma shumë që të ftofet plaka, gjak nxehtësia është më e ashpër pastaj. Ne duam që të tregojnë dhe të na telefonojnë që me tregu të vërtetën mund të edhe të falim diçka. Dhe tani në minutat e fundit po bie një telefonat? Hajde shau. Po më mirë që mos të kemi surpriza në studio, nuk dua të ndodhi kjo gjë me historinë e Bleonës. Kalojmë e mbyllim programin dhe nesër ne do jemi të dyja këtu? Patjetër. E mbyllim. Mund të drejtohesh telefonin për ta ngritur telefonatën, pritë vetë atë telefonat, se për Bleonën ka ardhur, jemi në transmetim live. Mirë dashur miq, ne bashkë do ritakohemi sërish nesër, na ndiqni, do vazhdojmë historinë e Bleona Matës dhe uroj që kjo zile sot të na japi një lajm. Mirupafshim.